Sot në ambientet e Fakultetit të Arteve u hap ekspozita e artistit Alban Meka, e cila para publikut sjell një univers vizual të ndërtuar mbi ndjeshmëri dhe reflektim. Përmes veprave të tij, Meka eksploron raportin mes njerëzit, hapësirës dhe botës së brendshme emocionale, duke krijuar një dialog të drejtpërdrejtë me shikuesin. Si një artistit kur është para një betejë. Sa e vështirë ka qenë për ty kjo ekspozit? Ndoshta për ty nuk është edhe çfarë e vështirë për shkak se profesioni është edhe... Ajo për mua ka qenë pak problem puna hapësinave, se kjo është realizuar vitit 2004-2005, kështu që kretë ka qenë problem hapësinat. Edhe që ajo ka qenë një farë, që shmetoni, një lëvizje e madhe për interesim për me gjetë hapësina, si në Gjaku, si këtu, si pjesë tjera, që është në vazhdim. Si e pritën njerëzit? Për momentin se është duke u mbush. Tash pres këta mi vlerësu, këta mi jopa dokumentet e veta. Për mu qetësuese është që jam shprej vetë që ajo ka qenë. Se kështu nashta nuk ka shumë qetësi si një artdars që e sheh, po si për mua është një qetësim, se shprehem. Zakonisht na që kuptojmë fort me vizatimet me artin nuk na duket shumë interesant, por ndoshta ka shumë kuptim të madh. Po, ajo sidomos që është e donë në parcela, donë edhe është një harmoni e ngjyrave, një shprehje ekspresive në atë kuadrin në kompozim. Ta bëjë një pyetje, sot të rinjët nuk është që po interesohen fort për artin. Sot i ka rrëmbyer teknologjia, kështu që është koha atyne. A është përkeqardhja apo? Unë shumë mirë e kuptoj, ajo është sidomos apo do të më merr pak më interesu pak më shumë për artin. Inteligenca artificiale sot bën mrekullinë. Kështu që vetëm me qenë pak ndjenimi i përdor për mirë, ajo është edhe për një artist është shumë e mirë. Kështu që jemi të ecë në çato rrjedha. Në këtë mbrëmje, fjalën e marrën edhe bashkëpunëtorët e artistit, të cilët ndanë vlerësime për procesin krijues dhe rrugtimin e tij artistik. Post konkursit që e kemi marrë vitin e kaluar, do të thotë kanë qenë 47 aplikime, prej 47-ve 16 janë përzgjedhur, se ka pas edhe konkurrencë nga arena ndërkombëtare, domethënë që ja vlen të theksohet kanë pas kërkesa edhe prej Universitetit të Vjenës, Universitetet të Polonisë, të Maqedonisë dhe të Shqipërisë, e kemi përzgjedhë, e mundu më të mirën të mundshme me përzgjedh, po kjo është ajo renditja që edhe ka bërë bordi i Galerisë së Fakultetit të Artëve. Këtë vit kemi fillu me artistin kosovar Alban Mekën, domethënë që edhe është promovimi apo hobja e ekspozitës së tij, ndërsa janë me radhë edhe 16 ekspozita të ndryshme do të thotë që do të bëhen në galerinë e Fakultetit të Artëve. Veç që ka pas disa aplikime, sa e vështirë ka qenë për juve me i përzgjedh disa nga ata? Kjo ka qenë me thot drejtë përgjithësi e bordit, mirë po e di që ka qenë bukur e vështirë, se gara ka qenë jashtëzakonisht serioze. Pasi që thave ndërkombëtare. Po sigurisht edhe kemë disa marrëveshje ndëruniversitare dhe me galerit, tash e kemë edhe një marrëveshje me Galerinë Nacionale të Maqedonisë së Veriut, e kemë edhe një marrëveshje me disa universitetet e Polonisë, Universitetet e Artëve të Shqipërisë, dhe bukur ka qenë një konkurrencë goxha e ngushtë për shumë artistë, mirë po ju urojmë fatë dhe herave tjera artistëve që nuk janë pranuar. Nuk është që ndoshta për shkak të punës më të mira apo më të dobët. Mirë po esenca është domosdoshmë që na kryesisht jemi munduar me dhënë hapësira atyre që nuk janë promovuar në hapësirën e Galerisë së Fakultetit të Artëve. Sot si gjithmonë është një ditë festive, faleminderit juve që gjetët kohë dhe erdhët me shpërndarë sa më shumë në mas gjithë punën që Albani ka bërë këto 2-3 vitet e fundit. Si ka shku sonte? Është ka ekspozita? Sonte jemi në hapjen e ekspozitës. Fillimisht duket që gjithçka është mirë, çka është më e rëndësishme edhe për artistët është prit goxha si mirë. Fakt për këtë është edhe pjesëmarrja goxha e pëlqyeshme.
E keni prit që ka me pas ka shumë njerëz sonte këto? Të marë parasysh që ekspozita në fjalë është ekspozit lëvizëse, çka do të thotë që si parën e ka pas në Gjakob, e sot e njëjta është bartë edhe në Prishtinë. Të themi të vërtetë nuk është që kemi prit pjesëmarrje kaq të madhe, po gjithsesi është Po prap ka interesim të absolutisht po, absolutisht po. Edhe sa është Këtu faktin që edhe Albania ose Alban Meka si piktor është gjenerata parë themi e pas luftës, është studenti i ish profesorit të ndjerë tashmë profesor Emres, kështu që besoj që edhe është një fakt ku puna Albanit gjithmonë pritet me krishëri. sa ka qenë e vështirë dhe po ashtu emocionuese me ardhur direkt këtu? Besoj që për këtë çështje të krijimtarisë është më mirë më drejtu Albanit. Albani Po, edhe ju si kurator. Po unë si kurator absolutisht që gjithmonë në çdo hap të Albanit kënaqësia është e përbashkët. Që mos them më shumë që unë kënaqem më shumë se sa vetë Albani. Ekspozita e Alban Mekës vlerësohet si një dëshmi e përkushtimit të tij ndaj artit bashkëkohor dhe një ftesë e hapur për publikun që të shoh, ndjej dhe reflektoj përmes artit.